Ishin një djemë, thashin na zhuj do me najtë bashkë. Une shumë herë qasha hallin, se ishte dhoma e vogël. Në këtë kohë ata nështë edhe jo me shumë kushte kanë jetua këtu, po une qëllimisht po ato kushte i kom lënë edhe tashti. Që ata djenë pranuan tjetojnë me ne në Shqipni me ato kushte që kishim. Kështu që na këtë dhomë e quajmë dhoma e Oçekis. Edhe une me qëllim këtu kom vonë një vajzë me një lotë në synë, po me një shqipe për para. Se ashtu ishin edhe këta feminja me 5 shokët e vetë. Tamam si kjo shqipe dhe përfonoj edhe me një lotë për jetën e ti dhe për Kosovën. I përjetë shumë qoftë kujtimi ti. Tashti une bashkëpunim me ju dëshiroj që të ve një fotografi të feminist këtu. Edhe ta mboj me gjithë djente.